element shumë të rëndësishëm që vinte paralelisht sot me procesin zgjedhor në bashkinë e Vlorës. Një bashki e cila një nga qytetet, një nga bashkitë e cila përmbytet me vetëm pak minuta shi. Ju e keni ndjekur përgjatë raportimeve të sotme në Syri Televizion, shikues të nderuar, se si paralelisht me të dhënat për pjesëmarrjen apo problematika të ndryshme në qendra votimi, gazetarët tanë kanë raportuar lidhur me situata përmbytje në zona të caktuara. Në një qendër votimi, kolegu Xhemil Beharaj raportoi se si kishte ndodhur një shpërthim i ujit brenda qendrës votimit dhe ishte deklaruar aty që kjo gjë përsëritej sa e kishte rreshë shiu dhe kështu me radhë. Një tjetër denoncim, për shembull, në këto momente vjen nga një zonë, nga lagja Kushtrimi, nga një mesazh i mbërritur në redaksinë e Syri Televizion, thuhet dhe unë po lexoj saktësisht, ndërkohë që qytetari na ka përcjell edhe këto foto. Uroj të mos kem bezdisur me mesazhin, po i shkruaj për lagjen Kushtrimi, ish fabrika e tullave, rajoni numër 5 në Vlorë, dhe nis pikërisht me pyetjen: ja pse nuk votuan vlonjacët, ky qytetar. Ditët me shi janë bërë dhe ditë ankthi për banorët e kësaj zone dhe jo vetëm, po ju dërgoj foto mbi situatën pasi është një emergjencë, thot qytetari, i cili raporton pikërisht këtë situatë. Kjo është gjendja e rrugëve, një gjendje e cila, thot ai, ku e shihni totalisht të përmbytur, e pamundur që të qarkullohet aty, jo vetëm në këmbë, por edhe me automjete. Ju e shihni nivelin e ujit, baltën, lucën dhe gjithçka tjetër me cilën përballen këta banor të lagjes Kushtrimi brenda qytetit të Vlorës sa herë që ka rreshje shiu, dhe jepet automatikisht dhe përgjigja: ja pse nuk dolën të votojnë vlonjatët. Është vetë qytetari që zgjedh ta përcjell pikërisht si një nga arsyet kryesore. Kujtojmë gjithashtu që e njëjta situatë përgjatë gjithë ditës së sotme ka qenë në zona të ndryshme të qytetit bregdetar të Vlorës, një situatë e vazhdueshme dhe përsëritur kjo sa herë që ka rreshje shiu. Ndërkohë, duke rikthyer në vëmendje dhe atë çfarë ndodhi në një qendër votimi, pra brenda një shkolle, diçka që sikundër kishin raportuar jashtë kamerave dhe vetë punonësit e kësaj shkolle, përsëritet sa herë ka rreshje shiu, sa herë ka proces normal mësimor në qytetin e Vlorës. Këto janë situata dhe informacione deri në këto momente që flasim, ndërkohë që raportohet dhe për mbërritjen e kutive të cilat merren në dorëzim dhe